Çelja e sezonit po e quajmë për këtë vit ishte me këtë komedi, Djem të Vezullues, regjia e Lan Mingës, dhe të ftuar kemi patur edhe aktorin e Firit Astrid Asani. Ishte një komedi domethënë amerikane shumë e vështirë, por njëkohësisht edhe shumë e bukur. Jemi munduar që të bëjmë punën më të mirë, të mundshme. Dhe them që ja kemi arritur qëllimin se pam dhe reagimin e spektatorit sot që ishte premiera. Komedia do spektatorin që të kuptohet. Neve deri në momentin e fundit e kemi patur atë frikën, sa kemi bërë prova vetëm me njëri tjetrin, edhe sot kanë reaguar shumë mirë, edhe ishte surprizë shumë e bukur, ka patur të qeshura, ka patur emocion besoj, kështu që shpresojmë të vinë edhe në ditët të vazhdim njerëzit, ta ndjekin, sepse është vërtet një vepër shumë e mirë dhe që përcjell vlera dhe emocione të mëdha. Shfaqja, nuk e di, publiku e vlerësoj edhe më duk sikur e vlerësoj goxha mirë, domethënë, jam në konflikt interesi, edhe s'duhet ta zgjat shumë. Në radhë parë uroj gjithë stafin, sigurisht regjizorin parin, Lan Mingën, që bëri një punë vetmohuese, sepse si vepër nuk ishte fare thjesht kështu, po themi një komedi legjere, po jo, kishte goxha punë për të bërë, personazhet ishin çik për të skalitur dhe Landi së bashku me ne u mundua që t'i skaliste në mënyrën më perfekte që mund t'ishte. Gjithmonë perfekcion nuk ka, por gjithsesi ne bëm punë të mirë. Unë sigurisht prisja reagime të mira nga publiku i Vlorës, siç kemi pas dhe vjetë, dhe publiku i Vlorës e ruan atë statu quo-n, gjithmonë reagon në mënyrë të kryevepër. Në përgjithësi unë gjithmonë lë një rezervë për veten, me thënë drejtën, po sot jam kënaqur shumë. Ka qenë një punë relativisht e gjatë, por në njëkohësisht komode nga ana profesionale, shumë komunikative, dhe rezultatin e ndjeva pikërisht sot. E ndjeva sot, publiku e priti shumë mirë, do të thosha, edhe e kuptoi materialin. Materiali në fakt nuk është i vështirë, është një material mjeshtëror, në fakt në mënyrën e të shkruarit dhe i përkthyer po kaq mjeshtërisht nga një nga shqipëruesit më të mirë sot të teatrit shqiptar, Artur Lena. Kemi domethënë përsosur kjo pastaj me stafin, me Astrid Asanin, që sot kanë nxjerrë një rol brillant. Artani ka sprovuar veten në mënyrën më të mirë të mundshme. Alba është mbari në rolin e Harma Shtruari. Jam shumë i lumtur që domethënë shpreu totalisht veten e saj Alba. Matilda në karakter është e ditur tani tashmë në trupën tonë, që rolet e karakterit i nxjerrë jashtëzakonisht mirë. Në përgjithësi e ndjej veten të kënaqur. E morët impaktin nga spektatori? Unë them se po, dhe gjithmonë ky impakti i premierës është një prelud, një premisë e mirë për vazhdimsinë e shfaqjeve.